Arlind? Tani do të bëj një analizë për ti ke dhe partitë dy elefantët dhe pastaj do kthehem televizja bashkë si në arsyetimin tim e vetmja parti moderne sot në Shqipëri, në kuptimin e organizimit. Tani e vetmja do thuash ti, po e vetmja ta them, do ta them. Po Gjosh Lapajn, po ai kishte kandiduar, më fal. Kishte kandiduar edhe babai në listë mbyllur në Berat. A mund të filloj me këta të mëdhenjt një herë? Tani ju përmendet pak më herët Majakovski, për Leninin, që thoshte, kur themi Lenini, themi partia. Nuk kuptojmë partia, kur themi partia, nuk kuptojmë. Tani dora në zemër se e njoh historinë. Edi Rama e kontrollon sot PS-n më shumë se ka pas kontrollu Lenini partinë bolshevike. Stalini po, valla, ta kontrollon të çik më shumë se Edi Rama, po dora në zemër, hapi librat, sot Edi Rama e kontrollon PS-n më shumë se Lenini ka pas kontrollu bolshevikët. Sepse unë nuk e di në atë parti kush vendos. Se po ta vësh re, gjithë tha që janë për kryesira, asamblera e kështu me radhë, këta janë poshtë listën e hapur. Si këta të kishin drejtë e votës në listë, do i kishin futur veten në listë e mbyllur. Po Edi Rama as do t'ja di fare. Nuk e dia ka statuta, s'ka statuta e parti, qa vendos Edi Rama, bëhet. Dhe kjo tregon që ajo parti është një shkretëtir demokratike. Pra është një autoritarizëm, një kthim pas në formën e organizimit partisë që nuk e di çfarë them. E dyta, ajo listë ka sa e sa kandidat që ti mund mos i gjesh në zgjedhje, po do i gjesh në burg. Janë një 10 më shumë aty që mund t'i trokas paku nder, ti thot, hajde këtu t'i zonjë ose ti zotri, se ke vjedhur gjysmën e Shqipërisë edhe ke vendin në burg. Nga ana tjetër, kur shkojmë te PD-ja dhe Berisha, sigurisht Berisha është autokrat, po është autokrat me çelësat e kashës, duke mos pas pushtet politik, kjo tregon edhe brishësinë e tij, që duhet fusi listat e mbyllura edhe një parti në zhdukje si ajo i Ilir Metës. Duhet bëj primare dhe pastaj thot analim loje, primaret ishin kot, ju që fituat, vazhdoni, bëni garë me ku diun çfarë, me veten apo me këto tjetër. Dhe imagjino, si dallon PS-ja me PD-n? Ata të PS-s që u ngel hatri thot prapë rroj partia, se thot jepin pushtet mbase fitojmë në një gjë nesër. Ata të PD-s, nga që nuk e projektojnë në të afërt veten pushtet, në orën 11:45 ikin nga partia, kanë 5 oferta, unë gjëja zotin Sulja dje, thamë ka 5 oferta, thot do zgjedh më të mirën. Kapi gjetë një koalicion nga këta të rinj, tha, do futëm aty brenda. Unë e quaj këtë ylli PKK, politika e korrupsionit dhe e karagjozllëkut. Po ta them dhe herë, e korrupsionit dhe e karagjozllëkut. Se të kemi merkato politike, si merkatoja futbollistike, ku në momentin e fundit ty ta rrëmben lojtari, se fundja lojtarët para duan, edhe punë e madhe se luajte me Barcelona, me Bayern e Munich, rëndësi ka ta shesësh veten, kjo është të vësh duar në kokë. Është si ato furgonat e unazës dikur, edhe një vend që u mbush, vjen, hyp ku duash, zbrit ku duash, të gjithë dalin, bëjnë gallat me veten, me njëri tjetrin, me partitë, me idealet. Janë tamam konglomerate, njerëzish janë fund e krye egoist, mendojnë vetëm për veten e tyre, nuk kanë asgjë të përbashkët, asnjë ide, asnjë parim. Të gjithë duan vetëm të bëhen deputet. Madje, edhe ajo që thoshte zoti Koçi pak më herët, që në listën e hapur ka të Tiranës ka 37 vet, ndonse nuk janë 37 vende për deputet, është bërë për këtë gjë, që të shtojmë numrin atyre që luftojnë vetëm për veten e tyre. Mund të ishin edhe 137 në listën e hapur të Tiranës, vetëm që të shtosh numrin e delirantëve, e egoistëve që aman thotë të bëhen deputet me çdo kusht. Graham Greene, kandidati për president të komedianët. Kapi lista dhe 90% e njerëzve aty pyeti, thuaj ore çfarë të bashkon ty me ata të tjerë, asgjë, thotë vetëm dëshira për të bërë deputet, dhe me që të gjithë kemi dëshirën për deputet, kemi vesh një uniform edhe secili lufton për vete. Ta thash pak më herët që nëse ka një parti moderne në Shqipëri sot, është Lëvizja Bashk. Kemi dorëzuar 6 ditë përpara, jo 6 minuta përpara se kanë bërë partitë e tjera. 6 ditë përpara listën me 186 kandidat. Me qira fjalla, 106 keni? 186, asa e kërkon. Pashmë kërkon ligjin, 186. Ju konkuroni në çdo zonë. Në çdo qark patjetër kemi botuar ditë përpara listat e kandidatëve. Nuk keni dhe kot në ca zona? Ori, kandidojmë seriozisht në çdo zonë, dhe po ta them, në qarkun ton më të vogël, që është qarku Kuksit, ne kemi një shkencëtar që udhëheq listën. Po kupton, dhe listën më të mirë të kandidatëve nga pikpamja e shkencëtari të marr vota në Shqipëri. Patjetër që do marr vota dhe shkencëtari në Shqipëri, dhe po të them, në qarkun më të vogël, po t'ju shpjegoj unë listën, kemi njerëzit më të përgatitur. Ua shpjegoj unë listën tonë të Kuksit me 4 vet, do i kishte Zili edhe Tirana. Po do të them çfarë kemi bërë në Lëvizjen Bashk. Prej 2 muajsh kemi shkuar bazë më bazë dhe kemi thënë njerëzve propozoni kandidaturat dhe votoni aty brenda. Dhe Këshilli Koordinues që ka drejtën për t'i vënë vulën ka konfirmuar votimet e bazave. Unë si kryetari i partisë kam thënë publikisht që unë nuk kandidoj pari. Nuk kandidoj pari dhe e kam mbajtur fjalën kundër vullnetit të gjithëve aty brenda. Jam i dyti për Tiranën. Po bajnë vjerin këto ke futur gjeti? Jo, se do ishte karagjozllëk fusja unë maman time apo
ku di unë, gruan time, si shbëjnë tjerët, edhe herë, nuk do jemi pari në listën e Tiranës, do jemi dyti, i pari do tjetë pedagogu dhe inxhinieri Redi Muçi, një nga personat më të aftë në lëvizjen bashkë, pikërisht për të dhënë sinjalin që këtu gjërat bëhen seriozisht. Redi nuk e kam zgjedhur unë, Redi e ka zgjedhur me votim të fshehtë në Këshillin Koordinues. Po të vinte darsullat e ty do ta pranonja ajo. Shiko, mua më kanë ardhur, më beso, 10 njerëz këto muaj që më kanë thënë, më fut në listë se kam 10.000 vota. Po jo nga këta të famshit, lloj delirantësh nëpër Shqipëri. Më fut në listë dhe gjithë ju kam thënë, mos të shoh afër vetes. Ç'pun ka mund të të fusë në listë ty kur ne dy nuk kemi asgjë të përbashkët. Kur ti e thjesht një feudal. Ka ardhur kanë këta që kanë kaq mi, kaq kështu. Jo, me lek, me vota. Ore, hajde këtu se kam kaq mirë. Me vota pra. Mor po pafundësisht, dhe të gjithë ju kam thënë, mor zotri, mua me ty nuk më lidh asgjë. Ti thjesht do të marrësh hua siglin e partisë. Por unë nuk e fliq veten dhe nuk fliqim njëri tjetrin për të dhënë ty siglin e partisë. Kur ne dy nuk na lidh asgjë. Kur ti para se të bëhesh antar i partisë, do të bëhesh deputet i partisë. Të gjitha partitë e tjera këtë punë bëjnë. Në fillim bëhen deputet, pastaj bëhen antar të partisë. Një sekond, dëgjoj se ke shumë bukur. Dëgjoj, e kam treguar një këtu. E kam treguar. Po, e kam treguar një në studio këtu. Para di shumë kohësh e kam treguar një miku im në Londër, nga Gramsci, nga Cëriku, shkreti vajti në një deputete, ishin një tjetër. Edhe i tha, unë kam tha, jo në mërtirë, kam tha 320 vota. Kam unë tha. I tha kandidatës për deputete britanikes. 320 vota, tha, dhe ti sjell. Urdhëroi tha, kam vajti bashkë me gruan. 320 vota. Po ku i kishte në kasaforte? Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj, prit, pastaj ndoshta e late për shkak të gjuhës. Prit, nuk e kuptonte. Pastaj tha, jo, shikoj, tha, këtyre ndimtave vetë jepini, tha, taku ishte, jepini, tha, të shporta me këto letrat i kishin këta që shpëndanin, dhe t'i jedhin derë në derë. Bashkë me gruan dhe uniti shkretit, derë në derë, u bën kemë të fluska. Ka që kërkoj Britanikja, Anglezja nga kë, sepse logjika feudale. A i tha të dorëzoj votat, po këtu vazhdon kjo, mos e ke gabim ti. Po jo nuk e kanë gabim, kemi shekullin e 21, morbur, nuk kemi shekullin e 19. Nuk kemi as vitet 20. Edhe mund të kishe marrë, mos e i kanë. Po jo morbur, sepse këta që vinë aty nuk kanë asnjë lidhje me mua, këta të shite nesër, gjithë ta që vinë, thonë kam unë kaq vota, ata po u futën partinë tënde, duhet lutesh që mos bëhen deputet, se po u bën deputet marrin fytyrën, se ata janë në treg morbur. Gjithë ata që i ti shef nëpër listat hapur dhe mbyllura janë në treg, janë vetëm individ që do janë të gatshëm të shiten ofruesit më të mirë. O bën një parti moderne, serioze, si Lëvizja Bashkë, o bën këtë Karadzios vllogun e pafundit që bëjnë këta. Se këta që shkojnë futën e përbishtet e listeve, ato s'kan asnjë vlerë, më bëj japë një peshë më të madhe se sa kanë. Jepë një peshë atyre që i kap, si më thënë, kufiri. Po shko që kanë bërë pra? Kanë futur nënat e babat e vjerrat në listën e mbyllur, edhe kanë futur gjithë tjerët listë hapur e thonë hajtë luftojmë gjithë me gjithë. Do të pyesja si e ke parë, si reflektohet elektoralisht dhe me kyll puritanizëm që pëthuj thonë... Respekt, unë sa vota do marrë, në qëse do kesh një parti shumë të pasur, ne nuk marrim vota klienteliste, nuk marrim vota se kapëm një të fort aty dhe a i mori 200 farefiste vetë dhe na votojnë ne. Ne, si parti moderne, do marrim votat e, mendoj unë, pjesës që kërkon të dalim nga feudalizmi. Jemi mesjet, më burë, jemi mesjet. Ju lutem. Ne duhet dalim për te mesjet. Ja, shiko si do të bëjmë, shiko. Po, nuk e di sa deputet do marrim. Do të zëresër tjetërën ty, që të përfushat. Dhe tani të të japim disa mendime për këtë që ndodhi dje. Po pra, është korrupsion Karadzios vllok, ta thash. Do me thënë ti dashin nuk do të pranonje po të vinte. Tallesh jo. Po sigurisht jo, më qa më lidh mua me të, po qa më lidh, nuk më lidh asgjë, si do të pranoja, po qa do bëjmë, do shkojmë plash bashkë, s'ke as një det për bashkët, s'ke të shkuart për bashkët, ke 1001 kritika se kujt ju ka shërbyer më herët, si mund të thuash hajde me mua ti, të fusim aty në i cep, vish fanelën e skuadrës tonë, pastaj hiqe fanelën, vish i fanel tjetër. Nuk ka dallim në karakter midis PS-s dhe PD-s, sepse duket nga njerëz që këta të PS-s janë fanatik, janë pashdaran që thonë gjithmonë rrof partia. Jo, këta janë thjesht oportunistë. Oportunist një partije që projektohet në pushtet. Ndërkohë që ata të PD-s janë oportunist një partije që projektohet në opozitë. Dhe varkën e opozitës, ti e braktis më kollaj. Këta tjerët që kanë ngelur jashtë, që vazhdojnë thonë rroft partia, pse bëjnë këtë gjë? Sepse sigurisht ata mendojnë më mirë shumë se pak, por nga ana tjetër më mirë pak se asgjë. Sepse ata njerëz që kanë ngel jashtë listave, që thonë të rroj partia, do vazhdojnë të vjedhin e gjë të vogël, do vazhdojnë të emërojnë familjarët e tyre në poste shtetërore, do vazhdojnë të fitojnë privilegje. Pra këta nuk janë fanatik më, nuk janë idealist.
Këta janë kokrat e oportunistëve, kokrat e çfarë thebre batakçive të vegjël politik, që në fund fare thonë partia ime do mundsoj të prashis, të vjedh diçka, të kap diçka nga ky shtet, të rregulloj kalamajt në punë, të rregulloj ku diun, komshit në punë. Pra nuk është se këtu ka fanatizëm politik, këtu ka thjesht kalkulim të njerëzve që nuk kanë pikën e parimit politik. Dhe po ja them edhe një herë, nuk ka parti moderne në botë që të mos ketë një minimum parimësie, një minimum ideali. Vetëm këtu te ne, partit janë kështu më të si organizatat më të rëndomta të biznesit, një lloj ortakërie. Tani është shumë e çuditshme do të citoj një konservator të vjetër, Edmund Burkun, edhe i thoshte për shtetin, shteti nuk është ortakëri piperi. Po është një lloj pakti thot midis atyre që jetojnë më, atyre që rrojnë tani dhe atyre që s'kan lindur akoma, më kupton? Edhe shumë. Po. Dhe unë i vlerësoj, megjithëse nuk më pëlqen, po i vlerësoj klasikët. Kurse mua m'pëlqen. Dakor. Dhe m'pëlqen që Dhe kjo gjë ka të bëjë me partitë, po partia nuk është thjesht ortakëri piperit, fitojmë në gjë tani për tani. Është një lloj pakti edhe të atyre që nuk jetojnë më, që kanë pas aspirata për këtë vend, dhe atyre që s'kan lindur akoma, po duan të jetojnë në një vend më të mirë, dhe sigurisht këtyre njerëzve sot që duan po ashtu të marrin atë që meritojnë, më burë dhe të vlerësojnë sipas të drejtës.